A zgjidhet gjë duke ulur me Hitlerin tavolinë edhe një herë. Ai do ta bëj. Problemi edhe një herë, e do ta bëj, sepse ka shumë që e kritikojnë ligjin ndryshimet 2008-s. Ndryshimet e vigjit 2008 kanë sjell edhe rotacionin e 2013-s, kanë sjell edhe zgjedhjet të 2021-shit dhe nga 2021-shi pastaj u mendoj që ka filluar problemi. Edhe këtë qëndrueshmërinë e 4 mandateve prap nga 2008-a buron. Jo, unë nuk mendoj që është. Nuk mendoj që është. Jo, nuk mendoj është. Sepse unë nuk Jo, mos na çoni te 2008-a, rrim pak tek raporti ose bëu deri. Po, çështje vullneti. Por ka vullneti politik duhet shtrënguar, pse jemi pritur vullneti politik. Si doni e bëjmë debat. Ja mos bësh ndryshime që sa herë deg po doja parlamentin ti deli pari që kjo s'është mënyra e duhur. Po ka kjo me këtë që po diskuton. Sepse këtë tipi po flasim për 2008-ën. Ti thua duhet vullnet politik. Vullneti politik për kufizim është malinj. Duhet po edhe instrumenta si të 2008-s e bën dhe me malinj akoma. Jo, se ka. Për mua ja lë bon sensi të vullnetit të Edi Ramës. Ai solli. Do të thënë ti po ja lë vullnetin politik të Edi Ramës. Ai ndryshoi qeverinë 2008. Bon sensi të tij demokratik. 2008. Pse ndryshoi qeverinë 2008? Pse solli rotacionin 2008? Dhe se si ka më? Sepse vullneti politik o zotëri është ai që përcakton zbatimin e ligjit. Diskutimi që ti nuk ka lidhje 2008, ka vullneti politik. Ktu ligjen ndalon vullneti politik e Edi Ramës do rregulloj gjatë fushatës. Po ky e bën se mund ta bëj. Këtu ligjen ndalon bërjen e premtimeve 3 ditë para zgjedhjeve për heqjen e taksave. Po ky e bën se do ta bëj. Nuk ka ligj që ndryshonte. E vetëm gjë që ti mund bësh është demokratizimin e vendit, për bërjen e demokratizimin e vendit ja lëm vullnetit politik të Edi Ramës. Me që duhet vullnet politik. Po këtë po thot Blen. Jo, nuk po them atë. Jo, nuk po thot atë. Po flisim te 2008 që ju dha dhe instrumenta që ai tha të ulet. Nëse kjo është zgjidhje. Po kjo është zgjidhje, është histori tjetër tani. Mos na çoni te 2008-a. Po jo bëhet se tek raporti. Te raporti. Tani, a dallon ndonjë ndryshim thelbësor te gjetjet e raportit apo jemi përballë të njëjtave probleme? Shiko, para se gjithë do të them, i them zakonisht studentëve të mirë shkencave politike kur kanë ndonjë ese apo punim dhe diplome për të bërë shkenca politike, i them me ironi që 3 gjëra nuk ndryshojnë politikën shqiptare. 4 në fakt, që janë Sali Berisha, Edi Rama, raporti OSBE-s dhe procesi i ndekrimit të Shqipërisë BE-s. Këto janë variablat pavarura, mos i merrni fare në studim. Studioni ndonjë gjë tjetër. Këto s'ndryshojnë asnjëherë në politikën shqiptare, kështu që mos u merrni kot. Po gjithsesi, për tek kësaj raporti është më i rënduar si i 2021-shi. Nuk jam dakord që është njësoj si 2000. Patjetër që është më i rënduar. Nëse i 2021-shit është problematik, raporti 2021-shit është problematik, ky raport shumë problematik. Le ta them i hapur, domethënë ka probleme të mëdha në raportin që thot OSBE Odiri. Kështu që sigurisht që ka shumë probleme. Çështja është këtu që se ju bët pëtë pastaj nuk jam dakord me Lelën në këtë pikë, që pse merret opozita këtu në diskutim. Po mirë, jo dakord, është një fitore morale për opozitën kjo, apo është një bazë për veprim konkret politik? Këtu do t'ila, është bazë për veprim. Okej, është bazë për veprim. Prandaj nuk mund ta përjashtoj. Shiko, po mirë, ku do t'ja kërkojmë ne përmirësimin e legjislacionit edhe të rendit demokratik në Shqipëri? Përveç se opozitës, jo, dakord. Pra ti që e ka shkaktuar, po themi, nuk ja kërkojmë dot, do t'ja kërkojmë palës tjetër. Pse do t'ja kërkojmë? Sepse ka instrumentat institucional, juridik, politik. E para, e dyta, ka qenë aktor. Kanë bërë kodin zgjedhor bashkë. Kanë bërë ndryshime dhe reforma bashkë. Ka votuar opozita atje për këtë kod zgjedhor. Si mos t'ja tregojmë ne? Si mos t'ja tregojmë për këtë sistem zgjedhor? Përveç se 2020. Atë që gënjeu Kimi, kur votojmë atë që Juri Kimi përveç se me atë që e bëri me opozitën parlamentare të 2020. Kodin zgjedhor. I mlodhi te koda. Reformën zgjedhore të Korikut 2020. 2020 ka qenë. Jo, tani para zgjedhjeve. Okej, po ajo ishte, dëgjoj, ajo nuk ishte ndryshim, nuk ishte reformë. Po çfarë ishte? Nuk ishte reformë. Po pse ç'ishte? Si nuk ishte reformë? Si nuk ishte ndryshime të vogla u bën atje. Ti japësh ti kësaj qeverie që është kaq e korruptuar, që ka kaq mjete financiare, ti japësh një votën e diasporës? Si që nga reforma? Dhe diaspora del 90% me 10%. Nuk u quajtë Si që nga reforma? Nuk, reforma është reformë. Po ishte reforma, po jo është tjetër gjë. Faktet në fillim, Burr, faktet e ka propozuar opozita të zonë e diasporës, dhe ti nuk mund dilte kundra propozimit vetë. Voton në diaspora, pavarësisht çfarë ndodhi. Alfred, edhe një herë. Unë po them që ky raport është shumë problematik. Dakor. Më i keq se sa 2021. Dhe unë jam dakord me që shpresat i kemi të opozita, po të identifikojmë një herë shkaktarin e problemeve dhe pastaj po shkaktari problemi aty qeveria është partia shtet thotë, e thot raporti, ç'a themin? Jo, s'po themi këtë.
Po e thot raporti që shkaktari këtyre problemeve është partia shtetë. Qa do bëni ju tani? Jo, qa do bëni ju në kuptimin se është partia demokratike. Unë nuk di ku t'i kërkoj dhe ku të kërkoj shpres, po themi, që të përmirësohet përveç se te opozita. Sepse ka qenë aktor, ka qenë faktor që kemi arritur deri këtu, ka dhe instrumentat politik, juridik dhe institucional. Po nga qeveria, kërkojnë gjë nga mazhoranca, në qëse që vete pranon që në raport ka para njëre unë kam nevoj, e para njërë erla digjo. Unë kam nevoj. E mbylla, një fjalire pastaj më këte përgjit. 3 vite opozita ka qenë në exil. Ka qenë exil. Pa përfaqësim, pa vull, pa logo, pa komisioner, pa zgjë, dhe ti e bën vllasi kur ne jemi në një barabitje totale këtu, si kur Rama dhe Berisha kanë qenë. Ai ka qenë në Çati. Karlsoni që banon të bi Çati, në Burg. Një vit ti thua, edhe këta kanë qenë aktor. Ne kemi qenë duke rrit kokën, ti thua, edhe ju keni qenë në fushën e lojës. Mos po i kërkojmë ca si shumë opozitës si Shqipëri. E di si tuti. Serbi Shqipëri, pse e latë, e di si tuti. Serbi Shqipëri, ju thush letarëve shqiptarë, atje, leshja e parë. Ti thush pse ikët ju. Tu do dal. Ajo është teatri politik në Shqipëri, në dekadën e fundit ka qenë ndeshja Serbi Shqipëri. Ata me fuqia dhe me Bogdanovët, Eduzën dhe Basanit, ne vetëm me bluza, edhe duhet mbronim në interesin publik. Pikërisht, nga që opozita ishte... Mos po kërkojmë shumë nga opozita, se këtu bashkëmarrje do t'i jap të drejtë, Lenës. Pikërisht nga që opozita dhe zoti Berisha ishte në hall, se kanë qenë disa vite u detyrua që ta aprovonte atë kod. Pa. Dakor. Tani hajde ta diskutojmë, ka fajin opozita apo jo që aprovoi atë kod, po fakti është ky. Po, jam dakord me këtë që thot zoti Lela. 3 ndryshime kanë qenë, një nga 3 që mos e bëj tani ti mos e shuaj që janë për reformë, se kjo është me fsheh. Me fshetë që ka ndonë 2021, me një arën që ka ndonë vendimet e gjykatës kushtetuese për kodin e ri, që duheshin zbatuar, që duheshin zbatuar, si pse zbatuar gjykatës kushtetuese? Po sepse ç'a do të bëjmë? Nuk bën si Bajrami. Ç'a them dyshë? Nuk bën dot si Bajrami. Bajrami bën një gjë tjetër. Po ta mbarojmë pse unë ju dëgjova. Kjo me çka pas vendimet gjykatës kushtetuese që duheshin zbatuar është një armë më e fortë në duart e opozitës për të ndikuar reformën zgjedhore. Jo për t'u dorëzuar. Është komplet për interesat tona, po unë s'do e pranoj kurrë edhe një herë. Po këtë po thua. Në qoftë se nuk zbatoheshin vendimet e gjykatës kushtetuese, zgjedhjet viheshin në dyshim legitimiteti dhe opozita e ka pas favor këtë për të ndikuar kodin. Jo për të bërë më dobët, është komplet e kundërt. Do të bënte zgjedhje, po s'do të bënte zgjedhje, ndaj mendje më. O zotëri edhe një herë, po flas për aftësitë negociuese të opozitës në reformën zgjedhore. Po pse nuk shkon herë në 2020 ku ndryshoi kushtetutën në mënyrë të anshme më. Ledi, po flas për aftësitë negociuese të opozitës. Kur janë bërë ndryshime, shumë dakord. Biu shumë dakord. Erdhi Bashi e bëri reformën për hallin e vet. Tani do flasim pak për atë që dëmton të gjithë, edhe partitë politike që është shërnjosja e koalicioneve. Po do flasim. Po kjo është thelbi më burr. Po s'u duhet mos e çfarë bëri ai zotëria për komunizmin. Mua më intereson që ky sistem nuk lejon dhe partitë e reja dalin për të asaj gjë. Ta mbaroj që shkoj te Asimja, lutem se na ka pritur deri tani. Unë nuk kam nevojë që të shoh raportin e... Benjan, një sekundë mos flisni paralelisht. Nuk kam 2 fjali dhe mbylla pastaj. Nuk kam nevojë që të shoh raportin e OSBE Odirit, por